Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira ila yawmiddin. Shikues të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimi, mirësia dhe mëshira e Allahut të madhëruar qoftë mbi të gjithë ju. Sot të nderuar teleshikues, ne do të shkojmë aty ku i dërguar Allahut, Muhamedi, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, i urrëmtoi shokët e tij, që të cilët ishin mjaft të preokupuar me shqetësimin që jahudita asaj kohe i bënin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duke i thënë atij që ai bashkë me muslimanët nuk drejtoheshin në një drejtim tjetër, por drejtoheshin në drejtim që ata drejtoheshin, pra i faleshin Allahut të madhëruar në drejtim të Jeruzalemit apo Palestinës së sotme. I shqetësuar për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lutej Allahut krijuesit gjithësisë pa pushim, i cili ta urrëmtonte drejt një rrugë e cila do të ishte qetësuese për zemrën e të dërguarit të Allahut, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe Allahu ja solli atë, dhe ne sot do të flasim për xhamin e Kibletenit, xhamin e cila quhet me dy kible. Ne të vazhdojmë reportazhin ton dhe materialet e përgatitura për këtë emision. Xhamia e dy kibleve. Një ndër xhamit më të njohura në Medine dhe që ka vlerë të madhe historike është edhe xhamia e dy kibleve, e cila gjendet në perëndim të Medines, 3.5 kilometra larg xhamisë së pejgamberit alayhi salam. Në këtë vend, në kohën e Muhamedit alayhi salam, ka jetuar fisi Beni Seleme, fis arab. Është ndërtuar në kohën e pejgamberit alayhi salam, prej materialit të thjesht, gurve, drunjve, të hurmave dhe fletëve të saj. Historianët pohojnë se Shahin el Gjemali në vitin 893 Hijri e rindërtoi këtë xhami për herë të parë, ndërsa në vitin 950 Hijri për herë të tretë e ndërtoi Sultan Sulejmani. Në kohën e pushtetit Osman, rindërtimi i xhamisë nuk mbeti vetëm me kaq. Mbretëria Saudite i kushtoi rëndësi të madhe këtij objekti madhështor, i cili u ndërtua edhe dy herë të tjera. Herën e parë në kohën e mbretit Halid, kurse herën e dytë në vitin 1988. Mbreti Fahd bëri rindërtimin modern të saj. Pse kjo xhami e mori emrin Xhamia e dy kibleve? Kible i thuhet anës, e cila drejtohen muslimanët gjatë faljes së namazit, pas shpërnguljes së Muhamedit alayhi salam në Medine, më tepër se një vit e gjysmë u fal në drejtim të xhamisë së Aksas, Kutsit, ndërsa Qabja përveç që ishte në duar të idhujtarve ishte e mbushur për plot idhuj. Pejgamberi alayhi salam kishte dëshirë të flakt të kthehet ka Qabja. Këtë e vërteton edhe ajeti kuranor ku thuhet: ne shumë herë po shohim kthimin e fytyrës tënde nga Qabja. E ne në çdo lloj mënyre do të drejtojmë ty në drejtim të një kibleje, Qabes, që ti e do atë. Pra, kthehu anës së xhamisë së shenjtë, Qabes, dhe kudo që të jeni o besimtar, kthehuni nga ajo anë. Muhamedi alayhi salam, përderisa ishte duke e fal trekën në xhami, i drejtua në drejtim të xhamisë së Kutsit, i erdhi shpallja nga Allahu xhaleshanuhu për ndryshimin e drejtimit të kiblës gjatë faljes. Ai rekatin e parë dhe të dytë e fali në drejtim të Kutsit. E pasi i erdhi shpallja, u kthye bashkë me xhamatin në drejtim të Qabes dhe vazhduan faljen e dy rekateve të fundit. Kjo është arsyeja e emërtimit të kësaj xhamie me emrin Xhamia e dy kibleve.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira ila yawmiddin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimi i takon vetëm Allahut, krijuesit të gjithësisë, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatin ton dhe urimin më të mirë ja përcjellim të dashurit ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të nderuar dhe kushdo që e ka ndjekur, e ndjek dhe do ta ndjekë udhëzimin e tij sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, sot ndodhemi pranë xhamisë së Kibletenit. Ne pasi falem namazin e akşamit, tani kemi dalë në periferitë të saj për të parë këtë xhami nga jashtë, por njëkohësisht për të komentuar dhe treguar diçka rreth historikut të saj. Fillimisht muslimanët janë falur në drejtim të Palestinës. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shqetësoi pamas nga shqetësimet që atit i bënin jehudit asaj kohe, duke thënë se pejgamberi drejtohet në kiblen e jahudive. Dhe kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lutet Allahu subhanahu wa taala të jap një orientim dhe të drejtohen drejt xhamisë Kaabes, ku besimtarët musliman sot drejtohen anë kënd botës. Në këndvështrimin islam, asnjë vepër në islam, ose në veçantë në mënyrën e kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, asnjë lloj veprimi ai nuk mund ta bënte me mendjen e tij, me dëshirën e tij ose me planin e tij pa ardhur miratimin nga Allahu subhanahu wa taala. Kështu që një ditë kur besimtarët musliman po faleshin në xhaminë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, zbret ajeti i Kuranit ku Allahu i madhëruar thot: "Qad nara taqalluba wajhika fi as-sama." Thot Allahu subhanahu wa taala: "O Muhammed, ne e shikojmë që ti po e hap syt her pas here, po e hap syt her pas here në qiell për të pritur si ariqin nga ne që të drejtosh drejtimin e kiblës nga Palestina në xhaminë e shenjtë Haremit në Kabe." Në këtë kohë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i njofton të gjithë besimtarët musliman, sahabët e tij, që të dalin në qytet dhe të lajmërojnë të gjithë besimtarët që Allahu ka sjellur urdhër që ndryshohet drejtimi i kiblës nga Palestina drejt Kabes. Dhe kjo xhami ku ne u falem, që falem akşamin, është xhami që besimtarët musliman kishin filluar të falin namazin e iqindis. Dhe natyrisht ishin drejtuar nga ana e Palestinës. Hyn një ndër sahabët që kishte falë namazin në Medinë, në xhaminë e pejgamberit, thot: "Allahu subhanahu wa taala ka zbritur ajetin e Kuranit: O Muhammed, ne të shikojmë që ti po e drejton fytyrën tënde nga qielli dhe të shikojmë që je i shqetësuar, prandaj ktheje fytyrën tënde dhe vazhdo ta falësh nga Kabja e nderuar." Dhe kështu që besimtarët musliman, siç ishin në saf, u rrotullisën në vend ku ishin dhe u kthyen në drejtim të Kabës, ndërsa imami nga pozicioni fillestar që ishte në fillim, u hapën safa dhe doli në fillim. Tash ku ndodhet mirapi që ne e pam bashkërisht në xhami. Dhe që nga ajo ditë besimtarët musliman vazhdojnë në këtë xhami për në gjithë botën e falin namazin drejt Kabës së nderuar. Ky ishte pak a shumë historia e xhamisë së Kibletenit, dhe kjo xhami quhet xhamia e Kibletenit për këtë arsye sepse është falur një namaz me dy kible. Lutim Allahun na falet, na mëshiroj dhe në rrugën e drejtë na udhëzoj. Pejgamberi alayhi salam dhe muslimanët u gëzuan pamas kur u urdhërua nga Allahu që të kthehen në drejtim të Kabes, nga se ky ishte edhe një paralajmërim se ajo do të kalojë në duart e muslimanëve, siç edhe ndodhi. Në anën tjetër, ndryshimi i kibles ishte edhe një sprov, ku u dalluan të sinqertit nga të luhatshmit. Dhe këtë ja se si e ilustron Kurani. E kiblen nga e cila u drejtove nuk e bën për tjetër vetëm se për të sprovuar atë që shkon pas të dërguarit. Nga ai që kthehet prapa, ndon se kjo ka qenë vështirësi për disa, por jo edhe për ata, të cilat Allahu i drejtoi. Ndryshimi i kibles shkaktoi polemik, edhe te idhtarët e librit, krishterët dhe hebrejt, sepse mendonin se vetëm kibleja ka e cila kthehen ata është e drejtë, dhe talleshin me muslimanët, duke thënë se Islami bën lojë me kiblën, herë në anë të Kutsit, Jeruzalemit të sotëm, e herë në anë të Mekës. Për këtë arsye zbret ajeti kuranor nga Allahu xhaleshanuhu ku thot: "Nga është tër e mira
të ktheni fytyrat tuaja nga lindja ose perëndimi, por mirësia e vërtet është ajo e atij që i beson Allahut, ditës së gjykimit, engjëjve, librave, pejgamberëve dhe i cili pasurinë që e do ua jep të afërmve, bonjakëve, të varfërve, lypsit dhe për lirimin e robërve, dhe ai që fal namazin, e jep zekatin, dhe ata që kur premtojnë e zbatojnë, dhe të detyrueshmit në skamje, në sëmundje dhe në flakën e luftës. Të tillët janë ata të sinqertit, dhe të tillët janë ata të devotshmit. Shikues të nderuar, siç ndoqët nëpërmjet këtij reportazhi dhe materialeve që ne kishim përgatitur për këtë emision, ne vërejtëm që i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mori një hovë të ri bashkë me shokët e tij, u drejtuan drejt Mekës, te vendit në cilën drejtohen besimtarët musliman anë e këndbotës për t'i lutur Allahut krijuesit të gjithësisë dhe për t'i kërkuar atij falje, mëshirë dhe orientim drejt rrugës së drejtë. E lusim Allahun subhanahu wa taala që ne në të gjitha ato falje, në ato namazet që ne i falim për hatër të Allahut dhe për të fituar mëshirën e tij, na i pranojë ato lutje, na drejtojë në rrugën e drejtë dhe të na bëjë besimtar të devotshëm dhe për atyre që i pranojnë lutjet dhe duat e tyre. Deri në takimin e ardhshëm, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimi, mirësia dhe mëshira e Allahut të madhëruar qoftë mbi të gjithë ju.